Në pak orë kemi mbledhur me qindra firma të qytetarëve shqiptar që duan të jenë në mbrojtje të drejtësisë dhe në mbrojtje të luftës kundër korrupsionit, që i duan të korruptuarit para drejtësisë. Ky është vetëm fillimi të njëjtin që do bëjmë në të gjithë Tiranën dhe në të gjithë Shqipërinë. Do ketë me 10 mbështetës dhe antarë të Partisë Mundësia, të cilët do përfshihen në këtë fushat për të mbledhur sa më shumë firma. Qëllimi ynë është të kalojmë mbi 100.000 firma të qytetarëve shqiptar në mbrojtje të drejtësisë. Ju bëj thirrje të shkoni dhe të firmosni deklaratën në mbështetje të drejtësisë dhe luftës kundër korrupsionit, por të bëheni edhe mbështetës të kësaj fushate nëse dëshironi, na shkruani, na kontaktoni dhe do jemi shumë të lumtur që të përfshiheni në këtë fushat. Është shumë e rëndësishme të mbajmë anën e drejtësisë, të mbajmë anën e luftës kundër korrupsionit, kundër të korruptuarve, kundër të paprekshmëve, kundër atyre që ja kanë bërë shqiptarëve jetën të pamundur në vendin e tyre, në Shqipëri. Ky është vetëm fillimi, është një luftë e gjatë, por ne nuk dorëzohemi.